Një 26 vjeçar shqiptar mbeti i vrarë pas të shtonave marrë zjarre nga pronari italian në një vile. Krimi i rënd ndodhi mbrëmjen e së dielës në Foria di Kentola, gjatë një vjedhje në një shtëpi, ndërsa trupi i të riut u gjet rreth 3 ditë më vonë i varrosur pranë fushës sportive në fshatin San Severino. Ishte pronari 60 vjeçar i shtëpisë së shënjestruar nga 3 hajdutët shqiptar, ai që pranoi vrasjen dhe varrosjen e trupit të 26 vjeçarit, duke treguar edhe vendodhjen. Mëngjesin e së mërkurës e shoqëruar nga avokati i tij, 60 vjeçari italian u paraqiti për lotur në prokurorinë publike në Vallo de Lucania. Gjatë marrjes në pyetje, ai rindërtoi dinamikën e ngjarjes, duke pranuar se kishte qelluar 26 vjeçarin dhe më pas e kishte transportuar trupin dhe e kishte varrosur në tokë në pronësi të vëllait të tij. 26 vjeçari, babai i një fëmije, kishte planifikuar të martohej brenda pak ditësh. Një bashkëpunëtor i dytë 20 vjeçar u plagos në gjokë se tani ndodhet i shtruar në një spital në Napoli në gjendje të rëndë. E treti i përfshirë në garbitje nuk është gjetur ende dhe dyshohet të jetë arratisur. Mediat italiane shkruajnë se të dielën e kaluar të tre kishin arritur të hynin në vilë, duke vjedhur edhe një armë zjarre të llojit pistolet, ndoshta e përdorur në shkëmbimin e zjarrit. Pronari italian dyshohet se qelloi për të mbrojtur.